Ka shumë prova dhe nëse ka vullnet për të ndjekur këto krime lufte, ata mund t'i nxjerrin para drejtësisë përgjegjësit. Jo vetëm Aleksandar Vučić, por edhe elementet tjerë si Zak Novak, që kanë marrë pjesë në këto krime lufte, të cilët mund të mbahen përgjegjës. Me sa di unë, Prokuroria e Milanos ka thirrur 7 dëshmitar dhe pritet të rast të tjerë. Edhe unë personalisht jam në pritje që të thirrem dhe gjithashtu do të thirret burimi im Aleksandar Ličanić, i cili mund të flasë për Aleksandar Vučić, por edhe persona të tjerë. Ndaj nuk ka arsye përse të mos e ndjekin penalisht këtë çështje. Ka shumë dokumente, ka shumë dëshmitar për këtë njësi vullnetarësh në Sarajev dhe dokumentet tregojnë se çfarë lloj krimesh lufte janë bërë atje. Nuk ka motive ligjore për të mos e ndjekur penalisht këtë çështje. Vetëm nëse bëhet ndonjë marrëveshje politike për të mos hetuar dhe proceduar personat përgjegjës, por kjo mbetet për tu parë. Aleksandar Ličanić dha dëshminë e tij më 4 mars të këtij viti, ndaj janë 2 hetime në tërësi mbi këtë çështje. Keni frikë për vete apo për dëshmitarin tuaj, pasi kjo çështje shkon në nivele shumë të larta në Serbi dhe sa keni pasur ndonjë presion deri tani? Sigurisht ka arsye për një shqetësuar për sigurinë time, por edhe për ato të bashkëpunëtorëve të mi, që nuk kanë asnjë mbrojtje. Aleksandar Ličanić jeton në Republikën Srpska të Bosnjës, por nuk ka asnjë mbrojtje. Unë ja kam raportuar policisë kërcënimet që ka marrë nga njerëzit e Vučić në Serbi. Ishte edhe një djalë, Bruno Gjuran, antar i komunitetit të inteligjencës së Serbisë dhe njeri i afërt me Vučić, që erdhi personalisht në Zagreb për të më kërcënuar apo për të më paralajmëruar se nuk është e mençur të ndiqet kjo histori. Por këto janë rreziqet e zanatit të gazetarit. Më tepër jam i shqetësuar për sigurinë e dëshmitarëve, pasi ata janë në rrezik. Ka kompetencë, sepse edhe kjo është një çështje në fakt që po diskutohet, prokuroria e Milanos apo vetë Milano si një shtet tjetër për të hetuar apo ndjekur penalisht të kreun e shtetit të një shteti tjetër siç është Aleksandar Vučić, apo mendoni se ndoshta mund të shkohet tek ideja e kryeministrit të Kosovës për një gjykatë ndërkombëtare për këtë çështje? Gjykata speciale do të ishte gjëja e duhur
njohur që Bashkimi Evropian do të bënte për këto krime lufte. Nëse ka vullnet politik në Bashkimin Evropian për ta bërë këtë, pasi Vučić ka aleat të fuqishëm në Bashkimin Evropian, por kur flasim për prokurorinë e Milanos, ata kanë jurisdiksion. Nuk është e vërtet që ata nuk kanë jurisdiksion në Serbi. Vitin e kaluar, hetuesit italian ndoqën penalisht dhe dënuan një person, një shtetas serb të kërkuar dhe në këtë rast prokuroria e Milanos po përndjek, po procedon ata njerëz, ata shtetas italian që kanë marrë pjesë në këtë safari. Por mund të shkoj edhe tek ata njerëz që bashkëpunuan me shtetasit italian në këto krime lufte. Dhe nuk mund të dënohen shtetasit italian të përfshirë pa u dënuar më parë ata që i kanë udhëzuar këta persona. Pra, nëse do të ketë prova dhe prova ka, do të mund të shkohet edhe pas këtyre elementve të jashtëm të një shteti tjetër. Keni marrë ndonjë mbështetje nga Bosnia për këtë